Mirëmbrëma Meç, kur flitet për energji elektrike në Kosovë, përkatësisht për energjinë në përgjithësi që lidhet me prodhimin e saj, shitblerjen e saj, kur qysh nuk mundesh me anashkalu një emër, Visarin, i cili sonte është në studio bashkë me mua dhe Visarin. Visar, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Visar Azemin, është fjala. Ka një diskutim tepër të madh, veçanërisht vjeshtdimer. Edhe prej kohës së ardhes në pushtet Albin Kurtit. Është gjithmonë me akuza, edhe me akuza që vinë kryesisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila e akuzon vetëvendosin që tashmë është pjesë e një të ashtu quajturës mafia energjetike e Kosovës, apo mafia energjetike e Ballkanit. Për me qenë ma korrekt, sepse lidhet me për masa ma të gjona. Këtu para vete e kam një kopje të një dokumentit të zyrës e regulatorit të energjisë. E nxjerr me 2 shtator 2022, 21 fal, prej një bordi të cilin e ka zgjedhë pushteti Albin Kurtit. Dhe kjo licencë i jepet Vukhamovićit. Vukhamovići, një biznesmen i energjisë elektrike, për cilin shqiptarët e Kosovës kanë mësu më së shumti prej Albin Kurtit. Në një intervistë që e kishte në të shtatsh, në kohën sa po bëhej gati për të ardhur në pushtet. Këtë dokument e keni publiku ju dje, para Berat Lahut, një ish antari vetëvendosis, i cili u përjashtua nga partia për shkak se denoncoi korrupsionin. Por megjithatë ju bë lajm më shumë se sa ju. Çka ka në këtë dokument? Ky dokument e kam nxjerr prej vefaqës së zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, i cili ka dokument publik, dokument publik, sepse nuk mundesh me i mshef, janë dokumente të nënshkruara nga autoritetet përkatëse. Dhe kjo pikërisht për shkak të një debatit fundit për Vukhamovićin, i cili është pjesë e pandashme e mafisë energjetike që përfshin dhe Kosovën, sepse Vuku sigurisht që operon në gjithë Ballkanin perëndimor. Po EFT-n e Vukit e kem përmend gjatë ton kohës. Unë nga viti 2012 kur veç jam fut sektorit të energjisë në kapacitetet e mia nga shoqëria civile, të cilën e kam vazhduar edhe në angazhimin tim politik në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kam folë disa herë për Vukhamovićin, po tash u bë temë. Çka më ra në sy është emri me cilin e kanë licencu, sepse tani po flasim për Energy Financing Team, që është EFT-ja në shkurtesa, dhe mohimit të gjithë spektrit politik të lëvizjes vetëvendose që e bënin kinse nuk ka kurfar marrëveshje dhe se Kosova nuk blen energji elektrike nga Vukhamovići. Por ky dokument po na vërteton të kundërtën. Pra ky dokumenti nënshkruar nga bordi i zyrës rregullatorit të energjisë po dëshmon që Vukhamovići me EFT-n e saj ka nënshkruar marrëveshje në shtator të vitit 2021, e cila zgjat 5 vite dhe përfundon diku në shtator të vitit 2026. Pra akoma është aktive. Edhe sot kur po flasim, Vukhamovići është tregtar i licencuar në Republikën e Kosovës, i cili ka abuzuar me çmime të transportit të energjisë elektrike, të shitblerjes së energjisë elektrike, dhe në disa raste ne kem pagu transport, bartje të energjisë elektrike 8 fish më shumë se sa energjinë të cilën e kem ble, çmimin, koston të cilën e kem ble në tregjen ndërkombëtare. Më ka rënë sy diçka adresa. Po. Se vazhdojmë se po du me dëgju vejteje një profil të Vukhamovićit dhe kompanisë të tij. Por këtu është adresa e zyrës së tij. Rruga Recep Krasniqi, banesa 9, thy për ne Mati. E tani, rruga Recep Krasniqi është në Emshir.
nuk është në mati, sepse unë jetoj në Msherë, rruga Recep Krasniqi. Dhe tani qysh na doli neve mati këtu, kur rruga është Recep Krasniqi në Msherë, të banesat e Arabëve që quhet. Këtu në dyshoj se edhe dhonat që janë ofru ZRE-s janë falsë. Pajtash kur licencojnë ZRE-ja një operator ekonomik, ish dasht edhe me i verifiku dhonat. Pra me verifiku, po ndëgja më si shandalë shumë të adresa Jo, është mirë me theksu, se mirë është me theksu. një adres duhet me qenë sakt. Vukhamovici ka qenë prezent me Damir Fazliqin e me të tjerët. Kush është Vukhamovici? Vukhamovici është djali i ish generalit të armatës sërbe, i cili ka marrë pjesë në disa luftra të ish Jugosllavisë, të përfshirë dhe Republikën e Kosovës sot. Pra djali njerëz të cilët kanë luftu kundër nesh. Dhe mos të harrojmë që në Kosovën tonë kem shumë familje që kanë humbur më dashurit e tyre. Kem shumë martirë që kanë dhënë jetën për Kosovën. Kadal. Baba i Vukhamovicit ka qenë pjesë e luftës në Kosovë, ku ka ndodhur Prekazi, ka ndodhur Glazjani, ka ndodhur Reçaku, ka ndodhur Obria, janë zhvendos 1 milion banor, ka ndodhur gjithaj dëmtim i përgjithshëm i pronave, ka ndodhur thuj se gjenocid. Po pra, që kjo është Vukhamovici, qaj është baba i Vukut, i cili ka marrë pjesë në krejt të luftat të cilat, po i përmendim, dhe ne sot kem ftyrë me nënshkru marrëveshje, licencimi, me i dhonë pare Vukhamovicit e babës ti, me ja shpagu qatë muni që ka bëaj në vrasjen, për ndjekjen, ekzekutimin, persekutimin e shqiptarëve për vite e vite me radhë. Që kjo është Vukhamovici, që kjo është kontrata nënshkruar në kohën e Albin Kurtit, kur ka hypë në pushtet në vitin 2021, dhe kjo kontratë është valide dhe vazhdon me qenë valide deri në vitin 2026. Pra, Vukhamovicit ju jepen transaksione, jo sanksione. Vukhamovici merr transaksione nga Kosova, jo sanksione, për shkak se këtu janë përfshirë edhe Martin Berishaj, Nagib Krasniqi, ky profili i lartë me Dejona Mihajli në krye, i cili po menaxhon gjithë strukturën e mafisë energjetike në Kosovë, për përfitimet e tyre financiare të cilat tashmë janë botë e njohur edhe të ditura për krejt opinion. A nuk është dashur Kosova me ndjek penalisht babën e këtij për krime në Kosovë? Mendoj që edhe ato për krime, sepse edhe kjo është krim që ka bëu Vukhamovici. Jo, po flas për krime lufte. Krimet e luftës, patjetër se po, mirë po, ja që situata është e kundërt me atë që ish dasht me qenë, realisht. Pra, në vend të përndjekjes së tyre, ne vazhdojmë me imbush xhepat e tyre me para. Dhe atë duke ju marrë qytetarëve të Republikës Kosovës me çmimet e fakturës së energjisë elektrike, e cila është dyfishu që nga ardha në pushtet e Albin Kurtit, çmimi i rrymës ka hyrë mbi 100% për qytetarët e Republikës Kosovës, dhe po shihet se ku po përfundojnë këto para, ku po shkojnë këto mjete. Ai bie kjo që sot shkon dritë në shtëpi edhe të familjes Jashari, edhe të familjeve tjera, Reçaku, Obri, gjithkund, dritë nëpërmjet rrymës energjisë elektrike që na sjell Vukhamovici, djali i një generalit që ka kry krime lufte në Kosovë? Ashtu i bjen, bebe, për fatin tonë të keq. Ashtu i bjen. Cili është profili i kompanisë së tij? Energy Financing Team është një kompani e cila bën tregtimin e energjisë elektrike, bartjen e energjisë elektrike në kuadër të shkëmbimeve të ndryshme apo shitblerjeve të cilat ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Është një prej kompanive e cila përfiton në Kosovë në bazë të disa statistikave dhe analizave që kemi pas, mbi 70 ankande në muaj i merr kompania e Vukhamovicit, pra është prezente, është agresive në treg, është manipuluese, abuzuese, ka marrë linjën e transmisionit të interkoneksionit me Shqipërinë, ka blloku
dhe tani e gjithë energjia elektrike shkëmbehet nëpërmjet malit zi dhe Maqedonisë së Veriut. Pra, gjithçka që ka pas në mundësi dhe në autoritet me bë për me ngrit kostën e bartjes dhe çditës energjisë elektrike e ka bë Vukhamoviçi. Kur e përmene transmisionin me Shqipërinë, Po. a i bie kjo që Vukhamoviçi momentalisht e kontrollon bursën e përbashkët që quhet Alpex. Pra, a e kontrollon bursën e krijuar nga qeveria e Kosovës dhe qeveria e Shqipërisë. Alpexi është kriju me idenë e shkëmbimit të energjisë elektrike mes dy vendeve, Po. gjithmonë duke vendosur interesin e qytetarëve në qendër për me reduktu kostën dhe me pas shkëmbim më të lirë të energjisë elektrike. Çka ka ndodhur? Vukhamoviçi e ka ble komplet, e ka blloku do të thotë. Pra në Alpex sot ti nuk gjen as tregtar tjerë të energjisë elektrike. Nuk konkuron kërkush në anëkandet të cilat zhvillohen në Alpex. Për shkak se ky e ka monopolizu, e ka ndalë për vete dhe nuk ndodh kurfar bartje apo shitblerje apo shkëmbimi i energjisë elektrike me Shqipërinë. Pra e gjitha investim, të cilin e ka pagu Republika e Kosovës me KfW që ka qenë pjesë dhe grante e financim, është në duart e Vukhamoviçit. Dhe nuk shfrytëzohet për të mirën tonë, pra shfrytëzohet për të keqen tonë, për me monopolizu tregun energjetik, me majt kostën e naltë, çmimin e energjisë të lartë dhe rrjedhimisht me u përballë secili qytetar me fakturat të larta të energjisë elektrike. A din çka ndodh sot? Keci dhe Kesko janë 90 milion euro minus, të cilat duhet me i marrë tash dika. Çka ka me ndodhur? Kishin dërgu letër. Kanë dërgu letër te Ministria e Ekonomisë. Thonë 90 milion i kemi mangu. 90 milion janë mangu. 90 milion duhet me i marrë ata disi sepse kanë importu energji elektrike më shumë se sa që i kanë leju tyrat maksimale të lejuara që i aprovon zyra regulatorit të energjisë. Që i bie se këta do ta shtrejtojnë rrymën. Po dy mundësi i ke, ose ke me shtrejtu rrymën, ose ke me obligu si qeveri me subvencionu që të 90 milionshin. Visar. E kjo është, çka ka ndodhur, për më fal Visar, edhe 30 sekonda. I krejt këto zhvillime që kanë ndodhur, e kanë një bazë atje që asë një megawatt i energjisë nuk është ndërtu për me u prodhu në Kosovë. 5 vite në pushtet. Do dalim këtu. A dalim, okej. Koxha do fajet i la dhe ty për këtë Mirë temë. Visar, ju si deputet, si kryetari i vetëvendosjes, si aktivist politik, jeni marrë me energji shumë. Dhe jeni marrë me energji her me vrejtje, her pa vrejtje. Dhe duke lexu, duke analizu këto dokumente para emisionit, del që ju keni pas një konferencë për shtyp si kryetari i vetëvendosjes, kur i drejtoni bankës botnore, duke i sugjeru që mos të investojnë në termocentralin Kosova e Re, sepse tarifat do t'jenë të shtrejta për qytetarët, e aso kohë planifikohi që 1 megawatt të paguhet 84 euro. Me kontër global. Dhe tani kemi situatë krejt tjetër, se me pas me 84 euro, sot ishim na, se thujnë, në nivelin më të mirë. Duke qenë se e nje këtë sektor të energjisë, edhe si deputet, si aktivist politik, dhe tash nga pozicioni që ke i një studiusi të këtij sektori, ç'është ndodhur? Spari do të me përmend që një pjesë të konsiderueshme të punës që kemi bo në fushën e energjisë ka qenë në bashkëpunim me Visarin si shoqëri civile, ku i kemi pas disa qëndrime jo krejt të njëjta dhe të përbashkëta, po të parafërta me njëra tjetrën. Një gjë që duhet me thonë për tash këtë situatën e vonë, domethënë që po lidhet me këta që e përmendi edhe Visari me EFT-n. Ju e kujtohet që në fushatën e vitit 2021, lëvizja vetëvendosje, një prej prioriteteve, premtimeve ka pas padin për gjenocid për Serbinë apo jo. Se ka bukur. Domethënë 4 vjet, 5 vjet po bën pushtet, nuk e ka bukur. Padia
për Serbinë, thuhej, dhe në ndërkohë kur vje puna të energjia, lidhje me Shqipërinë, apo jo, bashkim tregut, që është ka që ndosh më bo me Alpeksin, e që mundësohet për shkak marrëveshjeve të nënshkruara më herë dhe kështu me radhë, por që nuk është meriteve të vendosë. Në opozit, pa di për gjenosit për Serbinë, e bashkim tregu me Shqipërinë të energjisë, në pushtet, blokim i tregut të përbashkët, edhe pagesë për Hamovicit. Në qitojnë që të dy kontrastet, që janë kontrastet të tashme, të cilën ti nuk mundesh me thonë, dhe më thonë nuk mundesh mu arsyetu duke qenë pushtet që jo smujta, jo se bone e ato. Kur t'jenë në opozit, mundesh me thonë te kisha pasën pushtetin, e kisha bone 2-3. Kur jenë pushtet, dush me kallëzu pse se ke bone 2-3. Po më pëlqen. Që ky krahasim për mua është domethënës, që tregon ndryshimin rrënjësor të qëndrimit të lëvizjes së vendosje, edhe pse jo të shprehet në mënyrë të hapun, karshi këtyre çështjeve të rëndësishme. Sepse energjia nuk është vetëm ekonomi. Energjia është edhe siguri, edhe sovranitet, edhe infrastrukturë kritike, krejt është. Dhe nëse energjinë ty ta kontrollon që shpjegoi Visari Vuk Hamovicin, na nuk duhet me u bë naiv dhe me mendu që shteti ta kontrollon që ai që ta kontrollon energjinë. Prandaj projektet e gjenerimit të energjisë në Kosovë, që nuk janë të lidhura me Rusinë e me Serbinë, janë projekte sovraniteti. Po. 3 sovranitete llogaritën. Do të thonë kjo është toksor, detar, 4 në fakt, edhe ajror. Ku hyn pastaj energjetika. Prandaj ka pas edhe një sistem. Tash për kontroll global, qëre, veç një gjë duhet me thonë, nuk po du me arsyetu fare, kemi bollë nga gabime, edhe unë personalisht. Qëndrimi i lëvizjes së vendosjes gjithë ka qenë që Kosova duhet me ndërtu kapacitetin energjike vetë. Jo me investim të jashtëm. Që kjo ka qenë qëndrimi. Ti mund me thonë është e pamundshme, edhe unë mendoj se që ka qenë e vështirë më u bë. Ke mujt me bë me kredi, ke mujt me bë. Mirë, po lëvizja e vendosjes atë botë nuk ka qenë kundër gjenerimit. E nuk ka qenë kundër ndërtimit kapaciteteve të reja energjetike. Mendoj që duhet me bëj që ndari jo për Visarin ose për Visarin, po se është e vërtet. Lëvizja e vendosjes ka vepruar kundër kapaciteteve kur ka qenë pushtet. Se ka anullu kontroll globalin, hajde po themi ka pas drejt. Po s'ka bu kurrë tjetër. Ka anullu edhe centralin me gaz. Centralin me gaz, që s'ka pas drejt. Gazin amerikan, besnik bislime, ka qujt gaz rus. A i kujtohet që në komision. Ka thonë që na po dojmë me bo tranzicion me kalu në rritë për tërshme, s'ka bu kurrë. Bateria skanar, Bateria akumulatorat. As parku solar s'është bëhen kandi i parku solar që ka qenë i pamshëm. Po që domethënë investim. As që thonë asnjë gosh nuk nguj atë. Që ky është problemi i madh për mendimin tim. S'po them, po them. Nuk po them, na kemi diskutuar edhe ne herë kur kom qenë në takim me zotin Palmer e kështu me radhë 2017, mirë po që ky është problemi i madh. Që na në kohën e krizës. Çka ka ndodhur edhe një herë se Visari ndodh se s'ka dëgju kur ke qenë takim. Domethënë departament sekretari i vendosjes, pas zgjedhjeve të vitit 2017, kur vendosja orë u dyfishu. Kom qenë në vizitë në departamentin amerikan të shtetit, në takim me zotin Palmer. 4 gjëra mi ka përmend që ata i kërkojnë për vendosjes. Prej këtyre 4 gjëra ka me hezdo nga dhuna, me hezdo nga bashkimi kombëtar. Me usill në mënyrë konstruktive në kuvend, pavarësisht a jemi në opozitë në pushtet, edhe katërta ka qenë mos me pengu kontroll global. Kërkesë specifike. Ka thonë çdo gjëra na i kemi të rëndësishme si qeveri për kashi juve, si vendosje dhe Kosovë. Dhe tash është interesant veç për i bashkimit kombëtar ka hjek dorë. Kur që tjetër. Edhe ato mas shumë të energji. Ku ata s'na kanë kërku. Se qërë unifikimi i tregjeve Kosovë-Shqipëri energjisë është projekt komplementar është edhe është projekt evropian. Ato s'ta pengojnë, ato bile e kanë financu që e përmendi shumë. Po tash, po du një pyetje Risa. Domethënë, po që kjo, tash ti po thu që Vuk Hamovici ka monopolizuar në mënyrë tregun në rajat. Dhe kjo është mundësu edhe për shkak të licencimit që ja ka dhënë Kosovë, se mos të kish pas këtë licencë, besoj që s'pako me Kosovë, s'kish pas ka me bo. Shkujt me operu. A mujna me ja heqë licencë? Unë mendoj që a ja heq. Unë ja heqi, sepse kam dëshmi për abuzim të monopolizimit dhe të shtrejtimit, ose kec përdorimit të kostos së bartjes energjisë elektrike. Dhe për këtë janë të zhvillu hetime me sa di unë nga prokuria speciale. Pra, unë kam bazë mjaftueshëm për me sankcionu, me fut në listë zezë kompaninë e Vuk Hamovicit, që nesër në pushtet, kur është lidhja demokratike e Kosovës, për mos me i dhonë drejt një abuzimi, ose mos me i dhonë mundësi vazhdimit të një abuzimit të tillë, i cili e rëndon xhepin e qytetarëve të Republikës Kosovës.
Po du me u kthy pak, sepse para vitit 2017, unë bashkë me ju dhe disa të tjerë kemi qenë në vizita në Senatin Amerikan, në Kongresin Amerikan, në Bankën Botërore. Madje unë kam realizuar dhe vizita në shtëpinë e bardhë në atë kohë për çështjet të energjisë elektrike, sepse ka qenë interes strategjik i Shtetit Bashkuara të Amerikës për me qenë prezent në Ballkanin Perëndimor me projektet energjetike. Dhe kemi diskutuar kryesisht për diversifikim të miksit energjetik, që janë terma teknike që apo diun, po si me i dhanë Kosovës mundësi të zhvillimit të sektorit energjisë që e bëjmë pavarësimin dhe sigurinë energjetike për vendin të cilin nuk e kishim atëherë dhe nuk e kemi edhe sot, por edhe kjo pjesa tjetër sepse siguria energjetike është siguri kombëtare. Dhe gjitha luftrat të cilat bëhen në këto vitet e fundit, të përfshijë edhe Ukrainën, kanë të bëjnë edhe me energjinë. Pra energjia është bukur, interesant dhe strategjike në kuptimin e zhvillimit të këtij dikasteri të përfshirë Kosovën, dhe për këtë unë mendoj që ne si Kosovë kemi bërë gabime bukur të mëdha, të pafalshme madje, me refuzimin e centrales me gaz. Unë kam qenë në Amerikë edhe më pastaj në vitin 2019, në kohë të pandemisë, takimet me departamentin e shtetit i kemi zhvilluar jashtë zyreve të tyre për shkak të mbylljes së departamentit të shtetit. Cilët më kanë thonë, Kosova e ka vetëm edhe një mundësi për me qenë aleati ynë strategjik. E ka mundësinë e zhvillimit të projektit ose të gasifikimit të Kosovës, projektit të centralit me gaz. Të cilin e ka refuzuar Paralajmërim i rrezikshëm për neve. Të cilin e ka refuzuar Albin Kurti, e kanë quajtur gaz rus, po çka ka ndodhur më pastaj, pas refuzimit të Kosovës, sepse kjo është e rëndësishme me ditë. Partneritetin strategjik për energjinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka nënshkruar Serbia. Pas refuzimit të Kosovës. Në vend që ne me pas nënshkru, A e dini cili ka qenë qëllimi? Pra, më falë se po du me qenë më i thjeshtë. Se na dëgjojnë njerëzit, edhe ata duhet me ditë çka jemi të folë. Një projekt që Kosovën e kish bë partner strategjik në energji dhe Kosova sot do të ishte partner i Amerikës, babës të botës. Pi flas me gjuhën e këtyne babës që pitojnë. Babës të botës, Zoti Kurti, duke refuzu, ia ka mundësu me shku në Serbi. Veç ta shpjegoj edhe një. Me veprim. VB. Fal, i ka shkaktu dëm vendit vet. Pari parushëm. Dëm që është kryeministër, që e ka zgjedh kryeministër me vota, ja ka shkaktu një dëm kaq të madh dhe ja ka shkaktu një favor, një të mirë kaq të madh e Serbisë. Apo i bie kështu? Apo i bie kështu? Mu, decidivisht, Departamenti i Shtetit më ka thonë kështu. Interesi jonë nuk është vetëm për tregun e Kosovës me marr gazin të cilin ne e sillim me partnerët tanë në Kosovë. Interesi i Amerikës është që nëpërmjet Kosovës me deportu në Ballkanin Perëndimor. Na me qenë një stacioni parë. Stacioni parë. Dhe kjo është refuzuar që për mua është çmenduri dhe është e pafalshme. E ku është tash stacioni? Stacioni me nënshkrimin e marrëveshjes për strategji në sektorin energjisë me Serbinë, nave që kemi humbur një mundësi për me qenë lojtar në Ballkan. Pra është Serbia tash. Po ata akoma se kanë zhvillu, po Mirë, po. Spaku janë një 10 hapa para nesh. Spaku, Serbia është një 10 hapa para neve në raport me bisedimet dhe angazhimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ka duhet me bë tash, nëse LDK-ja vjen pushtet, nëse Lumiri është kryeministër, ju jeni supozoj ministri i energjisë. Çka duhet me bë Kosova që qëtë projekt kaq të rëndësishëm jetik për Kosovën, me rikthy në Kosovë edhe me ja marrë Serbisë. Që Kosova me qenë faktor kryesor në Ballkan dhe Serbia me qenë e varëne prej neve nëpërmjet gypave. Unë, pasi që kam aderu në Lidhjen Demokratike të Kosovës, i kam zhvillu takime me ambasadën amerikane. Lidhur me projektin e gazit dhe ja kam konfirmu që LDK-ja qëndron akoma e interesuar për zhvillu këtë projekt me Amerikën,
Dhe interesi ynë nuk do të zbehet asnjëherë derisa të vinë pushtet për ta realizuar këtë projekt. Pra, çka ka me bë, nëse unë jam ministri i energjisë në qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës nesër, me njëherë do të udhtoj në Washington për t'i takuar aktorët kryesor, për të nënshkruar marrëveshjen e ndërtimit të centralit me gaz, për ta sjellë gazin amerikan në Kosovë, për ta gasifikuar Kosovën, e cila na jep mundësi edhe për ngrohjen qendrore me gjeneru ngrohje, dhe për të qenë partneri, aleati, kryesor, strategjik në Ballkanin Perëndimor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A kem hub këtë shans? Me LDK-n jam i bindur që do ta kthejmë. Me këta të cilët janë pushtet sot, ky projekt nuk ka më ndodhur as sot, as nesër, as një ditë, sado që këta do të rinë në pushtet. Me Dhe LDK-n kemi me vazhdu me qenë nën pushtimin e interesave të Vukamovicit? patjetër, dëgjam Visari përmendi, asnjë megawatt orë nuk ju ka shtu Republikës Kosovës që 5 vjet e fundit përkundër disa tentimeve për parkun solar, dështoj parkun solar, nëse një park të erës, nuk dihet asgjë as për atë, as në termocentralet ekzistuese nuk është investu asnjë cent për me e rrit efikasitetin e centraleve ekzistuese. Rrjedhimisht nuk është bë kur gjë. Nuk është bë asnjë investim. Përderisa na nuk e rrisim prodhimin vendor, përderisa na nuk e prodhojmë energjinë elektrike në Kosovë, çmimi i energjisë elektrike ka më të varë nga njerëz si Vukamovici, të cilët abuzojnë me çmim. Dhe fakturat e energjisë elektrike kanë më na urrit. Edhe mu, edhe ty, edhe gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Por mos harrojmë që ka një stres në Kosovë të cilët nuk po munden me përballu. Sepse kosto e energjisë elektrike, kosto e fakturës më është e lartë. Nuk po përballohet. Dhe kjo do të vazhdon të jetë Përveç kësaj që Shtu? do të më shtu është që domethënë energjia elektrike kur po shtrejtohet, po tani shtrejton edhe artikuj tjerë. Se të një dhe buka po të bëhet më shtrejt, të një këtë artikuj tjerë po të bëhet më shtrejt, apo jo. Edhe pastaj bizneset tona po vendosen në pozitë shumë pafavorshme. po këtu do shta me dalë. Çka ndodhi kur bizneset u hodhen në treg të energjisë elektrike? A dini sa biznesi është mbyll? A dini sa biznesi është mbyll në Kosovë për shkak të? Jo, sa e mbyll. Janë mbyll me qindra biznese në Kosovë të cilat nuk munden me përballu koston e energjisë elektrike. Fabrikë të reciklimit, që është në rajonin e Ferizajt, e ka mbyll me afër 300 punëtorë fabrikën dhe sot po i bart maqinerin me shku në Kroaci. Atje me punu. Pra Kroacia është më e lirë kur dihet që është vend i Bashkimit Evropian, supozohet që ka standardin e Bashkimit Evropian, është më e lirë për biznesi se sa Ferizaj. 300 punëtorë sot rrinë shpe, bebe, për shkak të kostos energjisë elektrike. Ata nuk shkojnë punë, nuk marrin paga, rrjedhimisht nuk çojnë asnjë cent shpe. Garant shumica se aty ne kanë votuar Albin Kurti. Po nëse e kanë votuar atëherë, ja ku është rezultati. Ja ku është rezultati. Okej. Sa? Po tash qëre, duhet me përmend, më thonë që mu më pëlqen gjithë me ngu Visarin kur flet veçanërisht për energjinë, sepse me njerëz që i kom taku unë është një prej njerëzve që njeh shumë mirë sistemi. Po që më pëlqen më shumë është që e din saktë se çka duhet me bë për me ecë përpara. Po Pa i dëmtu interesa tjera, sepse energjia ndërlidhet me shumë sene pastaj, është me mjedise, me çështje sociale, me 100.000 krejt domethënë sektor tjerë janë të ndikuar për energjisë, edhe te shpjegimi jo vetëm sot, por edhe te kaluar që kom dëgjuar për Visarin, ne kom pasur që ky merr parasysh këto gjëra që për mua janë të rëndësishme. Domethënë na sot paguajmë shumë shtrajt energji, kemi ndotje gjatë madhe. Me sa e diu nas filtra s'kan instalu në kek, në termoelektrana, edhe qëto pare na i merr Vukamovic. Do të thonë për me thjeshtu, ndërkohë që neve na shtrejtohet jeta për çdo herë më shumë. Absolutisht dakord, do të thonë edhe mu sot fatura më duket shumë e madhe energjisë elektrike, e lënë më shumë familje që i kanë tallrat më të vogla. Që praktikisht është e papërballueshme. Për shembull që ndodh në kësi rast është që kur njerit i vjen fatura e rrymës shumë e madhe. Se ti s'ke qarë pa rrymës do ta nalin. Ti pastaj lën anash gjëra tjera. Ushti është pak më keq. Blen tesha pak më të lira. Domethënë fëmit nuk kujdesesh fort për shkollim, për shëndetësi. E kështu me radhë. Dhe kjo është keq zinxhir pastaj që shkakton një degradim shoqëror. Po kështu Visar, domethënë ju si lidhje demokratike e Kosovës,
edhe në programin e zgjedhjeve të kaluara, po besoj edhe këta, edhe pse i keni filluar me shpalosë pej mbrëmshës kombërim e këtyr, ju i jepni një dimension jashtëzakonisht të rëndësishëm, mendoj unë, ndërlidhjes në mes të dy gjërave shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik. Pra, kjo që folëm është energjia dhe tjetra pastaj domosdoja e digitalizimit. Apo jo? Mësoj kompaune ka një hapësirë jashtëzakonisht të madhe ku ju e shihni të armën ekonomike të Republikës së Kosovës. A mendoni, duke pas parasysh që jemi në një dinamik të caktuar globale, duke pas parasysh që je njohës, domethënë i mirë i zhvillimeve globale, a mendoni që Kosova mundet me nxjerrë një hapësirë të tillë? Çfarë kishim pasur jashtë tonë? Apo jemi të u vënë fort? Dhe a është që kjo hapësirë të mbyll që i bën zgjedhjet e 28-it shumë më të rëndësishme se sa që dikush mundet me mendu? Dëgjoj Visar, na pjesëmarrja ju në tregjet globale është minimale. Megjithatë, na kem dëshmuar që kem kapacitete humane të cilat shkojnë përtej edhe pritshmërive të shumë vendeve europiane e botërore lidhur me kapacitetet të cilat i kem, sidomos në fushën e teknologjisë informative, digitalizimit e këto, për shkak se shumë kompani kosovare dhe janë duke punuar tashmë për kompanitë me renome botërore në botë. Mirë po, unë prap e shoh sektorin energjetik si më kryesorin i cili është shtyllë kryesore e zhvillimit të këtij vendi. Pra Kosova sot ka nevojë për zhvillim. Dhe atë zhvillim e mundson vetëm një sektor i mirëfillt, energjetik, i cili është edhe stabil, edhe konkurrent për kompanitë të cilat munden potencialisht me ardhë dhe me ndërtu kapacitetet prodhuese në Kosovë. E këto për momentin nuk e kem, përderisa nuk e ke këtë, kompanitë e huaja shikojnë tregje tjera, qoftë për rreth Kosovës, qoftë edhe më larg, për të vendosur aty dhe për t'i dhënë mundësi vetvetes së tyre për një zhvillim më të qëndrueshëm dhe stabil. Përderisa ne nuk bëjmë zgjidhje adekuate në sektorin e energjisë, edhe sektori i digitalizimit nuk ka më jetë tutje për shkak se ka më pas pengesa dhe probleme të cilat jem duke i folë të cilat lidhen me sektorin e energjisë. Po çka duhet me ndodhë në sektorin e energjisë, duhet një sekuencë të prioriteteve me pas të qartë se çfarë i duhet Kosovës. Pra, përderisa na flasim sot për një treg, për një sektor të ngarkuar, i cili kryesisht ngarkohet për shkak të ngrohjes në muajt e dimrit, atëherë na duhet me shkarku rrjetin energjetik, me ofru kogjenerim, me ofru gazifikim të Kosovës me gazin amerikan të cilin po e përsërisin disa herë, në mënyrë që qytetarët e Kosovës me ngroh nga ngrohtoret qendrore që do të funksiononin me gaz, mos me përdorë energjinë elektrike edhe për ngrohje sepse është më e shtrejtë. E para. E dyta duhet ndodhin izolimet e shtëpive, kem folë për masat eficiente. Pra nuk mundesh me ndërtu masa eficiente në Kosovë të i subvencionu klimat e ngrohjet qendrore në shtëpi, sepse ato vetë e rrisin konsumin energjetik në vend. Na do të me izolu shtëpinë mas pari. Çka nëse kanë bërë me qëllim me rrit konsumin? Ato qëllimi po shihet. Qëllimi po shihet sepse tash konsumi në Republikën e Kosovës ka më shku gati 1500 megawatt në kohë të caktuar. Pra shumë. Nëse shkarkojmë në rrjetin me ngrohje, nëse izolojmë shtëpitë, në mënyrë që qytetarët mos me pas nevojë me mbajt nxemin lëshut ton ditën ose klimën lëshut ton ditën, po e reduktojnë punën e tyre, atëherë dhe faktura energjisë elektrike ka me kanë më e lirë. Edhe nevoja për import ka me kanë më e vogël. Por baza, fundamenti i kësaj është na me ndërtu kapacitetet gjeneruese. Me prodhu energjinë tonë në Kosovë, mos me u varë prej importit, mos me u varë prej Vukamovicit, mos me u varë prej Serbisë, por me qenë të pavarur edhe në sektorin e energjisë, e cila është siguri kombëtare për Kosovën. Nuk ka tjetër rrugë. Në fund vit, përfshirë ditën e zgjedhjeve, po parashihet të dhënat po flasim për temperatura ekstreme të ulta deri në -20 gradë. Çka ndodh me energjinë në Kosovë, me sasinë e konsumit? Ka na vjen neve që kjo energji e cila supozohet që nështë ajo mu dëfyshu, po për një 50% me pas nevojë më të madhe për energji për shkak të ftohtit. Konsumi i energjisë në Kosovë në muajt e dimrit
në ditët e ftohta, në orë të caktuar shkon 1500 MW në orë. Prodhimi jonë është maksimumi diku te 900 MW në orë. Pra po e shet që gati ki dy fishim të ngarkesës dhe të kërkesës energjisë elektrike. S'ke qare pa importu. Ose keme nalë me bë reduktimet e energjisë elektrike, ose keme importu. E tash kur importon, po çka ka ndodhur është një sen shumë interesant. Në Kek për shembull, kur i nominojnë kapacitetet, thotë Keku, unë nesër kam i prodhuar çka megawatt, gjatë të ditës çka megawattor, po ku di. Edhe bën parashikimet dhe bën nominimet në treg të energjisë, çka kam i marr prej Keku, çka që i marr i ble prej jashtë. Keku çat ditë e redukton për 40% prodhimin e energjisë elektrike, s'dihet çysh. Ka ndodhur diçka aty, edhe reduktohet, nuk prodhon çfarë ka thonë kam i prodhu. Automatikisht detyrohesh i ki dy rrugë, ose me i çkyç qytetar prej rrjetit, ose me ble. Jo, me tërheq në rrjet. Po kur tërheq në rrjet, atëherë është haloma ke. Atëherë ke penallti. Po dhe. Kosova penalizohet, ke penallti. Po. Po ti dush me ble. Kur e blen, çaty për çaty, e ki Vukamovicin, e ki Martin Berisha, i ki çta aktorët kryesor, edhe ata hynë loj me çmime marramense, për që ato krijohet 90 milion që pastaj. E të flasim pak feje me... Po, edhe një fenomen të cilën e kom vrejt. Te sektori energjisë, mandaj mundemi me dalë edhe në tema tjera. Qito se s'kem t'jem tjetër. S'kem t'jem tjetër, okej. Në Kosovë, jënë dikon 500.000 njësor mas të energjisë elektrike, njësor të rrymës në shtëpi e biznese. Një fenomen që e kom vrejt, sepse po du me folë për ata të cilët e kursejnë energjinë elektrike dhe e shfrytëzojnë tarifën e ulët dhe tarifën e lartë. Tash në mujtë e dimrit, tarifa ulët është prej orës 10 në mramje. është tarife ulët. Plot njësor elektrik e të kanë të instaluar orën brenda njësorit, orën me matë koha, kur bëhet ora 10, dhe të e sheh, ora jote është 10, ora në njësorin elektrik është 9:30, 9, 8, ka deri në 7 orë diskrepancë. Edhe qytetari i lëshon maqinën e lamjes, maqinën e enëve, bojlerin, gjitha këtu, të mendu që u bë ora 10, tash është me të lirën, a njësori elektrik është të e kalkulu hala me shtrajtë. Po, që këta e bën dikush tjetër. Po këto do të me këqyrë dikush, a jem shtet. A keni këqyrë jo najherë? Po unë e kom gjetë tash, kur jem kanën në pushtet. Kur e ke gjetë? Unë e kom gjetë para një 2-3 muje. 2-3 muje? Po. A keni bërë raport? I kom Sa njësori keni? I kom marrë une 12 njësor, që i kom shku, i kom pa, edhe i kom, që i kom hi unë e krejtë shpija A vrem. ke bërë një kallëzim penale? A ke qunë prokurori? Nuk e kom qunë prokurori, po jem të analizu çështjen me pa çka është të ndodhë. I kom pyet disa zyrtarë të Kecit që bajnë matje, ma kanë konfirmu një gjatë tillë, po kjo është hajni pastaj. Dhe këtë hajni do të me këqyrë dikush, sepse qytetari pe pagun. Unë pe paguj. Sonte pas na me këqyrën. Këqyre orën, këqyre edhe ti orën sonte. Edhe shihe apo të korrespondon me orën aktuale të cilën e ke. Pra, këto gjana do të me këqyrë dikush, sepse qytetarë bre pe vuj. Kjo i bie që prej ditës që është instalu ora, përkatësisht ditës që unë kam fillu me shfrytzu atë njësor elektrik, deri sot, kam të drejt me kërku kompenzim në bazë të minutave të llogaritjes së tarifave të energjisë. Orë digjitale, këtu ka mundësi edhe këto shkputjet energjisë elektrike me ndërhy edhe me qitë prej sistemet. Tash unë nuk moj, sepse ato orë do të më kalibru. Po dikush e ka një kompetencë për kalibrim. Ato orë do të më kalibru edhe me pa kur ka ndodhur defekti, pse ka ndodhur defekti, cila është zgjidhja. Po drejt kem me kërku. Edhe mund me llogaritë saktë, domethënë sa kem mbi pagu. Se këtu është tash domethënë ai rrymën që realisht e blen më lirë, se arsyeja pse billetëve anej është rryma është edhe me ble, për shembull, import është më e lirë, se kërkesa është më e ulët. Pra ai rrymën që e blen më lirë, mund moshet në shtrajt, që kjo është çaj dallaveri. Po çto është dallaveri, stop. Po organet tona do të më mbikëqyr, pra nëse jem në pushtet, atëherë ki një mekanizëm mbikëqyrës edhe mbi operator tjerë ekonomik. Po ka njësi të veçantë ministri për këtë punë. Është njësia. Jemi ka fundi, ose fare në fund. Kur LDK-ja vije në pushtet, nëse vije gjithmonë,
Duhet me ardhë në fakt. Duhet me ardhë. LDK-ja nuk ka, domethënë, qeveri pa elitën demokratike të Kosovës. Ka pas qeveri pa LDK, po supozojmë që vjen, edhe po shpresoj që vjen. Edhe angazhohem që të vijë LDK-ja në tjetë pjesë e qeverisë. Natyrisht pa Albin Kurtin, pa vendosin. Se nëse bani me ta, masa ne kemi probleme të jashtëzakonshme me mua me Visarin. Afatet e zgjedhjes se problemet e energjisë elektrike, mënyrat dhe në fund, mas sa kohë, qytetarët e Kosovës kanë me pagu ma lirë. Sepse në bazë të përmëtimeve që jep LDK-ja, supozohet që energjia elektrike ka me qenë ma e lirë se sa që është. Nëse i sanon, i ndalë qëto vjedhje, e shkëput Kosovën nga mafia energetike, nis prodhimin dhe në fund neve do duhet na rezultante që energjia të lirohi kur gjë një 50%. Në 6 muajt Ami afatet, në që keni mja bo. 6 muajt e parë, na do të nënshkruajmë marrëveshjen për ndërtimin e centrales me gaz me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 3 deri në 4 vite do të përfundojë ndërtimi i centralit me gaz. Okej, që i bie deri në fund mandatit. Deri në fund mandatit qeverisës do ta kemi centralin me gaz. Sa megawatt? Çfarë do të thonë kjo? Sa megawatt? Dikun te 500 megawatt kapacitet. Çfarë do të thonë kjo? Për deri A ne kupton kjo me fillu fazën e dytë për një central tjetër me gaz? Apo me kaq përfundon historia? Jo, ne do ta bëjmë centralin me gaz në këtë kapacitet dikun te 500 megawatt. Do të ndërtojmë ose do të investojmë në kapacitetet ekzistuese, gjeneruese për të rritë kapacitetet e Kosovës B në këtë rast. Kosova është e stërvjetruar, po na paraqet probleme gjatë ton kohës. Dëgjom në KEK, në vitin e kaluar, nëse s'gaboj, KEK-u e bën një postim edhe thot termocentralet ekzistuese të Kosovës kanë arrit kapacitetet maksimale të prodhimit historike që prej ndërtimit në punë të tyre. Dhe çfarë do të thonë kjo? Me stën ngarku se këto kapacitetin energjetik të venit, normalisht e nesër kom e pëlqi dikun. So është 40 vjetë, 60 vjetë i vjetër. S'ka mundësi me qëndru. Pra i kanë stën ngarku stabilimentet energjetike, e kanë qitë prej sistemit komplet, dhe nesër tani del prej funksionimit një blok i Kosovës. Del një blok i Kosovës. Ka rrezik me shpërthy, ka pas rreziqe me shpërthy. Kanë shpërthy në Kosovën, kanë shpërthy. Ka pas shpërthim. Me pas pasoja. Pra, kjo është plani i Lidhjes Demokratike të Kosovës që deri në fund të mandatit me pas centralin me gaz, me pas gazifikimin i cili shkarkon ngrohen njerëz me mundëzën shtëpi me gaz. Dhe përderisa ti e prodhon energjinë vet, nuk e blen ka 700-800 euro veç transport që ka pagu Kosova Vukamovicit për me ta bajt energjinë elektrike, që ti e nështë ke blen me 100 euro megavatin, të ka kushtu edhe 800 tjera për me bajt, tu ka bon 900 euro megavati. Normalisht që kometar ma lirë faktura energjisë elektrike. Normalisht që ky borxhi 90 milion euro nuk ka me ekzistu, keme shku në minus. Se s'ki me importu sasit nga aja. Qysh me na hjek tu? Edhe TVSH, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka me heq TVSH në fakturat e energjisë elektrike. Që është 18% që tash apo? 8, ka qenë zbritur në 8, por ne do ta heqim krejt. Dhe kësaj faktura e energjisë elektrike do të jetë më e lirë për qytetarët e Republikës Kosovës. Pyetja fundet, qysh me na hjek tutën pe gazi, pe plinin neve shqiptarëve? Në njëm sigurt me pas një bëmbull të vogël në shtëpi se thojmë po shpërthen. E tash llogaritë që me instalu në për shtëpia tonë, për banesat tona, gazin ku e lëshon ti shpëretin me gatu me gaz. Jo, dëgjom. Se ka një fan ndjenje pasigurie të përgjithshme në këtë vend, veçanërisht në këto tema se thonë çan në vazhdo. Dëgjom, teknologjia është e avancuar, nuk po flasim për bombolat gazi të cilat i përdorim në shtëpi pa kurrë standardi. Po flasim për kompani të cilat janë të autorizuar me standardet më të larta të sigurisë, ku ta dijon që vinë dhe i bajnë instalimet e gypave të gazit.
Pastaj ti mundesh me zgjedhja, e përdor gazin vetëm për ngrohje, e përdor edhe për ambisri. Por gazin e kemi në krejt Evropën, në gjithë botën që i cili përdoret, kështu që nuk besoj që qytetarët duhet me pas një hamendje. Po na tutem edhe prej përmojës e limo. Po, ndëgjom, unë disa në di që tutën s'ka kusht ta hiq. Okej. Domethënë, bëjta shkute hoxha mi u fry për me hek tutën në prej. Ish dasht me pas një qeveri që edhe tutën na hek. Ashtu, po pjau heken pra nalë dhe ka pjau prejmë. Mjau prej pejt, ju prejet edhe tuta. Ne që ka që patëm për këtë bashkë bisedim me Visar Azemin, njërën për njerëzve më të mirë të sistemit e energjisë, të prodhimit, të gjithë shkafit që lidhet me energjinë elektrike. Ai është kandidat në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet, mban numrin 16. Visari për mu paraqet siguri që nëse është në kuvend, nëse është diku, ne kemi me pas fatura më të lira, kemi me pas shërbime më të mira dhe nuk kemi më varë prej Vukhamoviqe dhe Vukhamoviqa të tjerë të cilët janë kam kryq në Kosovë prej ardhes në pushtet të Albin Kurtit. Faleminderit. Faleminderit.